Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Momenti vështirë, Alban Dudushi rrëfen për herë të parë për betejën me sëmundjen e tij. Gazetari Alban Dudushi ka folur për herë të parë për problemet që kaloi me shëndetin. Gazetari rrëfeu premtimin e atij momenti të vështirë, ndërsa shtoi se ajo çfarë kaloi e bëri të reflektonte. Më tej ai theksoi se tashmë është në gjendje të mirë shëndetësore. Ajo çfarë ndodhi ishte një moment që më bëri që unë të reflektoja dhe natyrisht ajo gjë u superua. Tashmë gjërat janë mirë. Ishte një moment që më bëri të mendoja dhe të rivendosja në peshë balancat, ato që vlejnë vërtet. Jo të rish të lodhësh kokën. Ne mundohemi ta raportojmë të mirën dhe të keqen në jetë. Nuk kam zënë mend, vazhdoj akoma të bluaj, por jam shumë i qetësuar dhe i balancuar në emocionet e mia. Unë kam qenë një tip që nuk kisha orar për të ngrënë. Tani unë ha mëngjesin dhe Bjeta është ajo që kujdeset edhe më shumë për shëndetin tim. E dyta është penzoj më shumë kohë me familjen. U shpreh Dudushi.